إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن wala. Pyetja është nga dëgjuesi që janë praneshëm këto në ligjërat, është për mestet. Çfarë janë mestet? A janë diçka të posaçme apo janë edhe çorapa? Çdo sen dietarët islam ka thonë se çdo sen që mathet apo edhe veshët mbi kom, ajo quhet meste dhe si e tillë lejohet që të jepet mes asaj pjese kur të mirret abdesti. Po marr parasysh ajo se është kurës apo është çorap apo është çorap që në nivelet më të trash apo është çorap në nivelet më të holla, ajo në gjuhën e islamit është diçka si lloj meste e cila lejohet të jepesh mes kur merr abdest. Kështu që nuk lejohet që muslimanët preokupohet shumë që patjetër duhet të ketë ato si lloj mese që quhen tek na, që janë prej lëkure dhe që mathen, nuk janë vetëm ato vetëm të cilat lejohet me dhënë mes. Çdo lloj çorapi që mbahet lejohet me dhënë mes atyre, Allahu dhe më së miri. Nëse e thirë nuk o rrimë, thira zanë. Masi ka përfundan e zanin, vje rrimë. A jetë me thira zanin ta me mikrofon? Në xhami do më, ti përshëdem në xhami. Nëse është në xhami, edhe azani thirë për njerëz, me një, për marë në xhami, atëherë thirët edhe me mikrofon, edhe nëse e ke thirën pa mikrofon. Shak se azani thirët për mi thirë njerëz marë në xhami. Nëse vinë njerëz në xhami, nëse e din që koha ka kalu, e njerëzit e kanë falën, domthon ka kalu një kohë 20 minuta gjysore, edhe din që njerëzit e kanë falë atësi, atëherë e ke thirë për veti e falë edhe nuk ka nevojë domthon me përsërit prapë azanin. Urdhën. Nëse a prish më nëse kthesh në bravo çon çat kënimit të azanit, a tash më kanë veç ka kibla, a vënë më kthy në bravo. Sa i përket drejtimit ka kibla, kur të thësh azani është sunet me drejtu ka kibla. Nuk është obligim. Është sunet edhe është, domthonë e din me siguri sunet ku thësh hala salam u kthy pak në gjatë edhe hala salam u kthy pak në të majt. Me po nëse kthehesh mbrapa për shembull, pasi që ta thësh azanin, kthehesh apet vazhdon kështu, nuk ka diçka të keqe. Por ata sahabët edhe tu thirr azanin edhe kanë bëu muhabet. Edhe kanë bëu muhabet njëri tjetrin, pastaj kanë vazhduar. Pyetje tjetër thotë, është pyetje për internetit, thotë Azraile, cilin për pejgamberëve e kishte shok dhe vizitonte shpesh në formë njeriu. Nëse është për qëllim për meleku i vdekjes nuk në sunet nuk ka ardhur që quhet me emrin Azrail, nëse është që për qëllim. Ajo që ka ardhur në sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se meleku i vdekjes quhet si melek i vdekjes dhe asgjë më shumë. Ndërsa cilin pejgamber e ka vizituar më shpesh në formën e njeriu, unë personalisht nuk e di, nëse din hoxha Gjela të let përgjigjet. Azraili se ka vizituar asnjë pejgamber. Azraili siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadith, është për një marr shpirtat njerëzve. Kurse Xhibrili alayhis salam është ai i cili e ka taku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nganjëherë në formën e tij, një pejgamberi sa më ka po Xhibrili në formën e tij ka thonë kish 600 krah. Pasi që u kthy pe Taifit. Nganjëherë me një formë të mirë jo që nuk e ka njoft kërkush. Formë e njëjtë, por nuk e ka njoft kërkush. Njëri pa njohur. Dhe shumë herë ju ka paraqitur në formën e një sahabijut, i cili ka pasur emrin Dihyatul Kalbi. Edhe shumë prej shokëve pejgamberi sa kanë kujtuar që ky është sahabiu, kur më vonë pejgamberi ka thënë që ky është Xhibrili, nuk ka qenë
sahabiu kjo. Mirë po i ka përngjoh shumë, ose u personifiku fytyrën e tina. Kurse meleku i vdekjes që tregoi hoxha, nuk i ka ardhur pejgamberëve me shpallje, as nuk u taku me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Përveç momentit kur ja ka marrë shpirtin. Çka më amor shpirtin i vjetër. Ka takuar kjo pyetje të shkatim. Kona ka taku ma shumë të tjerë pyetje. Një pa e si i tillë emrin mas parë nuk e ka ashtë Azrail. Si i tillë mas parë. Pyetje Qëllimi nëse është ku ka shku mi amor shpirtin, ajo taku edhe me Musa alayhis salam. Çka shku mi amor shpirtin që Musa nuk ka pranuar. Derisa tregimi është i gjatë. Ka shku me marrë shpirtin Musës, nëse nuk e keni dëgjuar përmendi. Edhe Musi ka ardhur shpejt, domethënë. Edhe nuk ka pranuar. Ja kam mshu bile hadithin në Sahih Buhari as, por ja kam mshu boksët në sy. Tash çfarë forme i ka ardhur nuk e di vesh, domethënë u personifiku diçka. Pastaj i thot sa ka mërnu, Allah i thot mirë, thot letërnojnë, thot sa dorën. Thot sa ka mërnu, thot letërnojnë thot dorën e vet, thot në shpinë një kafshës, lopës, ose jo lopës. Thot sot marrin kime, thot qash ka mërnu. Kur e nin Musa këtë thot, domthon pra pas, po dhe shka me dik. Thot po, thot atëherë thot, po dhe shtash. Që kjo është rasti, domthon që u taku, mirë po kjo është në rastin e vdekjes, diçka tjetër, nëse ka dikush në rast diçka kanë dëgju, ato le të na tregojnë, sa është diçka. Pyetje të shumë të ka për interneti, mirë po problemi është se po kalojnë atë limitin nart drejtare se as po shifen. Nëse ka mundësi adminit i rregulloj pyetjet dhe t'i qes një vënia pastaj. Derisa të rregullojnë pyetjet, atëherë ka pyetje prej vëllezërve që janë prezentë. Për xhelën Zreti Ademi kur e kanë rrezon prej qiellit, unë dëgjoj që e kanë shumë tokë me Hazreti Havën. A dihet vendi ku i kanë shu sa kohë dhe konfliktet 40 vjetë që janë kanë lartë njëri tjetrit, bazë do leximit që kanë pasazh të vërtet nuk e di, edhe vendi ku janë tërë. Edhe ai vendi në shet pak më qëndësishme. Pikspori, po t'apni dobi, Allah azza kur e cek që i ka zbrit pe xhenetit, është një prej argumenteve dietar thonë që xheneti është në qiell. Për shkak se ajeti thotë i ka zbrit për xhenetin. Dhe zbritja nuk ka mundësi me qenë vetëm prej lart. Kjo e para. E dyta, ku ju taku? Ku kanë zbrit? Pasove ju taku? Por asnjë prej tyre nuk ka argument diçka, as Kur'an, as hadith. Me përmendën, edhe vetë kum lexuar librat e tefsirit. Librat e tefsirit janë disa gjëra që i kanë marrë edhe prej njerëzve që kanë jetuar para Islamit. I thonë israeliate. Në fe, i thonë israeliate, njerëzve që janë para Islamit. Dhe nuk ka diçka të saktë në hadithet tona, në hadithet pejgamberit që do të më besu diçka që ku taku, do thonë që u taku në Arafat. Do thonë që kur ka zbrit te Shabja, Ademi, ka domthon mendime ndryshme, po nuk asnjë mendim nuk mbështetet dikur. Përderisa nuk mbështetet dikur në argument, nuk kemi mundësi me thonë që kjo është kështu. Përderisa nuk mbështetet në argument, shkak se na jeni të urdhërumi të pasu vetëm argumentet. Ne ashtu po duhet të cekë diçka. Kur themi na këto lajme që janë për israeliatët që vinë për popujve ndryshëm, dietarët thonë të lajme ndohen 3 grupe. Një grup për këtyre lajmeve që është në pajtim me argumentet e Kuranit dhe Sunetit. Vjen çashtu çysh ka ardhur në argumentet e Kuranit dhe Sunetit. Thonë to besohen. Grupi i dytë i lajmeve thonë që është kundërshtim. Vjen diçka për shembull që është kundërshtim, vjen ndonjë rast që pezojmë shembull për marr, edhe pse nuk është prezant për shembull për marr, një pejgamber ka pi alkool. Për shembull, kjo është kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetin. Ky refuzohet me ndër. Dhe rasti i tretë për pranimin e këtyre është kur as nuk ka në fen tonë që ja përkra ndonjë argument, po as nuk ka në fen tonë ndonjë argument që ja mohon. Hyn në argumentet përgjithshme. Kurse kjo që ja përmeni Haxhi Smeti, kjo nuk ka të bëjë në asnjë në këtyre shkajtë ka. Për çka? Qase kjo çështje
nuk ka të bëjë me ligje të Islamit. Kjo çështë për shembull që e dite se dite nuk çon pesh. Që për shembull edhe me ditë që ka zbrit Hazreti Hava në Mekë, në Kosovë njëjtë është. Nuk ka në besimin ton asnjë ndryshimi. Pra ata dietar thonë për raste të tilla thonë njohja. Dhe mos njohja e saj është njëjtë. Në disa raste edhe njohja, edhe mos njohja janë njëjtë. E kjo është një nga këto. Po që kam një pyetje. Unë kam lexuar që pas kiametit do të shkatërimit tokës do të Allah do ta lënë pjesë tokës do të jetë si e bardhë. Veç për më sa nëse dia e kam drejt me drejt. Pastaj këtu do të ringjallja ku do të bëhet njerëz do të bëhen dhe kur do të fillon gjykimi, do të ata të cilët do të kalojnë përmes urës siratit. Urës siratit, ata të cilët do ta kalojnë urën do të jenë në xhenet, ata të cilët do ta kalojnë mund do të binë, do të jenë në xhenet. Po ti veç më përpara përmend që xheneti dhe xhenemi është në a vetëm xheneti është në qiell apo ja vetëm vetëm për xhenetin. Dietarët kanë thonë që është në qiell në bazë të ajetit, edhe në bazë hadithit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Që kur ka dhënë qiell e ka po xhenetin. Kurse për xhenemin, mendimi më i saktë i dietarëve është që është në fund diku. Në fund tokës. Kur të bijë thotë është në fundin e fundit. Çka se edhe ajo të mirat që janë lart. Kurse çdo sa në keqë është e përbuzur, është në tokë. Domthonë është e ult. Shumë dietarë thonë edhe pse për xhenem nuk ka argument sakt në hadithe. Për xhenem nuk ka argument sakt në hadithe që është në tokë, dikon ose është në fundin e tokës, mirë po disa dietarë thonë çysh është 7 qiell dhe xheneti është për 1 qiell, njashtu janë 7 palë tokë dhe xheneti është në xhenemi është në pjesën e 7 tokës. Kurse rasti që përmend aty, domthonë e toka e bardhë ashtu, unë nuk kam dëgjuar diçka. Jo. Nuk kam dëgjuar Urën e siratit aty që kanë. Po, urën e siratit, kur ta kalojnë njerëz, të dohen ato që i bin. Pe urën e siratit dohen 2 grupe. Qafirat që nuk dalin më kurrë, edhe muslimanët. Bin aty, rrin aty sa t'i lajnë gjunahet, nëse Allahu nuk jam ka fal, nëse Allahu nuk jam ka fal, edhe hyn prapë në xhenet. Pyetje tjetër thotë nëse janë 2 gra, a bën me thirr azanin edhe ikametin. Nëse është edhe vetëm një grua, është rregull që duhet me thirr azanin edhe ikametin. Nëse transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha, e cila ka thirr azanin dhe ikametin kur ka dashur me fal namaz. Atë ku nuk dëgjohet apo. Kuptohet, aty ku nuk dëgjohet azani në xhami. Ordon në pyetje tjera nëse ka, admini nëse ka 13 me pyetje, le ti qes në mënyrë që të përgjigjemi. Ose dikush nga të praneshme këtu nëse ka pyetje. Isha pasë një pyetje. Tash ndesh ti dash gjë. S'prish punesh. Marrja e shpirtit me lekë kur vjen me marr shpirtin e njëri. Përgjithësia e njerëzit që shën me shpirtin, nuk kam lexuar ose do i mondonin, do i rrafin, do me thu për tekre dhe diçka. Tash sa janë të vërteta dhe nata me vorë pak më shumë e shpjeguar. Për se përket notës vorit, dhe ceki unë diçka shkurtimisht, mirë po ka nevojë për disa tema, disa ligjërata. Kurse çështja e njerëzve, dallimit njerëzve gjatë daljes shpirtit është e vërtet. Allah azza wa jall kur i kallzon në Kur'an për njerëz tek që thot Allah azza wa jall tregon që me lashet kur t'ja marrin këtyre njerëzve që shpirtat ja dribun wujuhahum wa adbarahum. Ja i rrejnë fytyrat e tyre edhe në shpinën e tyre, edhe mbrapa domethënë, edhe para edhe mbrapa. Mi po çfarë rrehja është kjo? Na nuk mund me pa. Na nuk e dim. Mi po normal që ka mundi të madh. Bile pejgamberi sa ka thënë hadith thotë që shpirti i pabesimtarit në atë moment kur ban me dal, mundohet me ikë çdo pjesë trupit. Çdo pjesë trupit. Deri thotë se merr thotë e zën domon, jo që ajo nuk është pyetje më bëu aty far lufte, mirë po çashtu Allahu ja ka caktuar. Mundohet me ikë deri thotë se e zën me liku dikut ose kur e nxjerr, thotë sikur kur e nxjerr nuk po dish me sikur kur e nxjerr me rroj, ja trupi plap kështu domon. Bjen kështu. Ashtu e nxjerr fort me fuqi. Kurse shpirti besimtar te Allahu azza wa jall ka thënë në Kur'an, ja ayyatuhan nafsul mutma'inna